temën të cilën ne do të flasmi është kjo, në prag të Ramazanit. Do me thonë, për me kuptu këtë temë, i bjen kështu, kur e ke musafirin në prag të derës, edhe te mundohesh shpejt me rregullu shtëpinë tane, ama e ki në prag e ki. Zakonisht kështu burrat tonë e di që se bojnë këto. Zakonisht gratë, që të marrin vesh se musafiri është te pragi i derës, çatari anis me fshije me bë. Shpejt. Edhe këtë temën që e kum lanë në prag të Ramazanit, do të flasmi shpejt. Sikur aja gruaja shka ka mujt me çatë në sobën e saj, në dhomën e saj, me ratu diçka me fshi, edhe na që shtë shpejt në prag të Ramazanit, mi qitë vendet e veta ku i ta kanë qashtë. Amo rregullimin që na e bojme në prag të Ramazanit, që është rregullimi i parë, edhe shpejt po thamë është vetëm me një rregullim kena me ecë. Ajo është niyete, vetëm me niyete. Ati po grë kanë shumë sene, pasë musafiri, ju fshije që ato, ju be që ato, ju që është lesën, prag derës musafiri, ku da mi bu kretë punë qëtash. Edhe na që shtot, na prag derës e kemi Ramazanin. Mi ani që tash mi hina, ju bëja këto, po na vynë vishë një punë në hoqë me na pështu neve. Shpejt, vetëm me një kena më mirë. Ajo është niyete, niyete. Pse ju lezër? انطلق الإنسان إلى أي عمل من العمل إنما مبدأه النية. Çdo sen që lakohet njeriu, mi u gjujt veprave të mira, prej veprave të mira, gjithmonë fillimi i saj është niyeti. Nuk ka mundësi njeriu me bëj ibadet, adhurime, vepra pa nijet. Edhe ti që ke ardhur me xhdes, ke pat niyeti. Edhe ti që ke ardhur me fal namazin, e ke pat niyeti. Edhe ai cili mundohet me ngrumbullu pasuri e ka niyetin e vet. Në çdo vepër që njeriu anan sa anën e djallë, sa anën e majt, qëllimi i tij është niyeti. Ai ka bu niyet diçka. Por ta ulemat kanë thënë, qala al-ulama in min fiqh al-'abd an yura'iya niyyatuhu. Për kuptimit të dinit fejes, është gjithmonë robi me shiku ka po anan niyeti i tij. Pse ka po anan niyeti i tij? Se qysh është niyeti ki më kanë edhe te. Subhanallah. Që ka thënë Sufjan al-Thauri, sa niyeti i vogël, por do kanë është, niyeti i vogël me një vepër, thotë, të kesh me çti vllash me niyeti, thotë, sadaka. Po ku del para Allahut e gjanat niyetat vepër, pse niyeti i vogël ka qenë. Ama që kjo niyet para Allahut azza xal është rritur bo iman. E sa prej muslimanëve e kanë niyetin e madh. Ta tonë ka me bo këta. Kur del para Allahut e gjan vepër vogël. Pse ka inë në niyetin e tij, ja ka prish niyetin e mirë, ja ka prish. Që muslimani gjithmonë për feku dinit me kuptu meselet e fesë, adhurimet e Zotit, gjithmonë është me shiku ku me nijet, me ujt niyeti. Pasaj o ju lezër, e kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, innamal a'malu binniyat. Me të vërtet, veprat, adhurimet shpërblen sipas niyetit. Ky Ramazan që po na vjen, a nuk është adhurim? Po, që në fillim, dhe në barim, kret adhurim është. Mirë po, që kjo adhurim, që kjo Ramazan, nuk shpërblet tek Allah për pat niyetin. E që shtash në fillim, s'pona vynive me rregullu shumë sobën dhomën. Nja po na vynë hosh, pështana me nja, që në vesh me niyetin, merë në niyetin, keni niyetin e mirë për Ramazan. Pasaj ju lezër, sel nefseke, el-an, kem niyeten fi balik, pëte vetën tanë shtash, për minjarë, mas i ndëgjoj këta fjallë. Sa niyete i kiti ndërmend për Ramazan? A hoq, ka i falë të ravit, a hoq, do të ditë ka me dhonë ka njerë o sadaka. Në gjami, që sa e vogël është, po punë të madhe në banë. Subhanallah, a hoq, çdo ditë ka më mundu që mi ndimu fukarave me ashtu iftari. A hoq, nuk i la namazet, pesë namaz. E as të ravit ka mi lan, heq. A o nësja qëtash, për qëtashit niyetet nësja. Ngrumbullaj, një ka një.
hel nawajte an takuna min al-utaqaa min an-nar. E sa shumë për të një jetët kryesor, që shtatë për fillimi, jo shumë sene me cek, me një jetë jam u mirë, vesh me një punë, për me rregullu dhomën tonë para se ma mosafiri. A e ki bo një jetë që ti mu largu për me për zjarë gjenamit, që tash fillathu, jo zët, një jetë jam është mu largu për zjarë gjenamit. E thatë kali Nebiu sallallahu alaihi sallam, inna lillahi inda fitrin utaqaa min an-nar. Wa dhalika fi kulli lejletin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet e për Allahun azza wa jall, në çdo iftar dhe në çdo natë largan njerëzit prej zjarrit të xhenamit. Ky do të më qenë niyeti jon, që prej tani fillo me bën jetën unë du mu largu për zjarrit të xhenamit. Edhe kum për e cek në çdo natë, në çdo iftar. Kini jetë në ka me agjru, ama ko djen iftari me e qeli iftari, thuj subhanallah, Allah në ka të regu. Pejgamberi në ka thonë, që Zoti largon njerëzit po në iftar nga zjarri i xhenamit. Allah na bëfë atyre, ja Rabbil Alamin. Zotën, kur e ndëgjojmë këtë hadith, çka dëshiron më shumë se sa kjo? Çka dëshiron një jetë më shumë se sa kjo? Çka po mundohesh me e rregullu dhomën tonë, sobën tonë, se po vjen një mosafir, ma shumë se sa kja. Mjaftan që kja, me largu vetën për zjarrit të xhenamit. Thot Allah azza jall, faman zuhziha anin nar wa udkhila al-janna faqad faz. Ai cili ka shpëtu për zjarrit të xhenamit, e ka fitu xhenetin, faqad faz, që kjo ka fitu. Që kjo është fituesi. Nuk është fituesi ai cili qanë sen dhe të rana, a i cili banë sport. Edhe në Ramazan më duhet me bo sport, a asën e laurë duhet me shku me bo sport. Jo, në Ramazan më ndohë me përshtat këti ajetit, me qenë fitus, më largu për zjarri xhenamit dhe me fitu xhennetin. Hel në vejte në të kune hasinën minën në, fillat qëtash, bëje me jetin, që t'jesh tjetë për ty, apo ti bëjë mboroj, apo mbajë mboroj, a të shka mboroj, a ti po për para ata që kanë luftu, që kanë pat mborojen, mes me godit, da ma thonë armeshit, ti merë këtë mboroj, e largoho, da ma thonë mborojo prej zjarrit të xhenamit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siyamu junnatun, agjërimi është mbrojtje, subhanallah. Ramazani po shka po vjen, niyeti jo ka me agjëru, inshallah me lejnë Allah. Pse? Agjërimi koha për mu mbrojte. Wa hisnun, hasinun minan nar, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mboroj për mborojave të zjarrit xhenamit, mboroj, agjërimi, del, mboroj, dan, mboroj. Jo të me dje këta, se kë ka agjëru, subhanallah. Që tash filla me këtë nijet, do të agjëroj, që me qenë agjërimi për mu mboroj të zjarrit të xhenamit. Hel në vejte në të kune dërëgjateke aljetën fil gjenne, a ki bo logarit, a ki bo një jetë që ti t'jesh për atyve dërejgjët e tua, gradat e tua t'janë shumë të larta në xhennet. E këto e kemi shembull më të mirë me ata dy sahabi, të cilën e pranonën shahadetin për para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdonën me bu punë të mira njëri me tjetrin. Dy shokë kanë shkuar te pejgamberi, e kanë pranuar Islamin, kanë qenë tri. Kur e kanë pranuar Islamin, nuk i kanë lënë punë të mira. Ai ka bu namaznate, kë namaznate. Ai ka luftu në rrugën e Allahut, kë ka luftu në rrugën e Allahut. Ai sadaka, kë sadaka. Ai zakat, ju shty njëri me tjetrin, cili po bën punë më të mira. Për me arrit kënë shka po thamë, nijetin, drejgjën më të lartë të xhennetit. Po shka ndodhin me ta? Njëri ra shihit, e tjetri u mërzit shumë, a i tha e fitaj para meje. A i ra shihit, kështu të mendoj. Ky tjetri edhe një vet jetaj dhe Allah dhe gjenë me caktimin e ti e boni qaj me vdik në shtrat. Një sahabi e ka po të emrin Talha, i ka pa andër ta dy sahabi. Para Allah në gjykim, dul një thers për dyre xhenetit dhe e thirri me i në xhenet ata i cili ka vdek në shtrat, në shpet, jo ai i cili ka vdek shehid.
Pastaj e therrën këtë dytin që ka të këshirë. Edhe palha u çudet, çysh ka mundësi me i pari në xhenet, ai i cili ka vdekur në shkrat para shahidit. I dëgjumi, shkën xhami profetit, i kallzan sahabëve se çka ka pa ëndër, ja nesër sahabët të folë, jo s'ka mundësi, qysh me njaj para shahidit me i. Për në gjanë për Ameri, se xhamia për Ameri të konë në gjitur me dhunit, i kanë dëgju zanët. Ka dojtë për Ameri të thotë, por çka po që ditë një jo? A nuk është ai që e kanë zonë Ramazanin, edhe një vit, dhe ka bu kaq reqate, dhe për Ameria ka një reqate. Shiko, që kjo që thash në fillim, për me kuptu këtë tregim. A ki bu një që te me qenë gradat tua të larta në xhennet. Ky ke shahid, mirë po nuk mujti me arrit qysh arrit ai cili e ka nxanë edhe një vit Ramazanit. Ai cili ka nxanë një vit Ramazanit, më shumë se sa shahidi. E kini jeti, në qoftë se Allah ta mundson me arrit Ramazanit, dije mirë që te i ki vlerën më shumë se sa shahidi, dhe mundohu me bu punë të mira. Ai cili nxan natën e Kadrit, sa ju shkujt ibadet atij? 83 vite. 83 vite. Njëri po jetoj ka 80 vjet. 80 vjet Zoti e ka shkruar atij me nxanë natën e Kadrit. Sot ta mërmend ai sa vite ka shkruar atij adorim. Subhanallah. Me një vetëm një për dojmë na me rregullu dhomën tonë që është tash. Jo ma shumë, e kemi prapë mosafirin. Ma shumë jo, me një jetë, që është me një jetë një të folë. Pasaj u lezër, hel në vajte në të kune min babi rria, a ki bo një jetë që ti më kanë prej atyre që është derë prej dyret e gjennetit e cila që të rria. Bëjë një jetë, rizët, o Allah, banu mu që unë me i në gjennet për kësoj dere. E thëtë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu lahu yawm al-qiyamah ayna as-sa'imun. Po thëtë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, me vërtet një derë për dyret e xhennetit është quajtur ar-rayyan. E kjo derë në ditën e gjykimit i thret njerëzit. Ayna as-sa'imun, ku janë ata që kanë agjëruar? Krejt gjennetet tjetër, zume ra, ko ka lablak të shtysh, o në duli në gjennet, o ka dalë se kimi në shalom e lena Allah. E zote e dhe, do është të tamë shumë. Ndërsa dera gjëruzve, zotni, ka dhe dalë. Kërko sheq, a i dëname të thotë, filani, të du të më bugatë me shku të dera gjëruzve në gjennet. E ki bu një jetë për qëta, për në zotë ma mundësa që unë ta kam këtë një jetë, e të bona që një gjennet për kësaj dere. Hal nawajta an takuna min alladhina lahum raihatun tayyibatun yuhibbuha Allah. A ki buni që ti më kom prej atyre me arrit erën e mirë të cilën këtë erë Zoti e dan. Bëjnë një, o Zoti, unë kam agjeru, unë du me pat aron të mirë që ti e dan këtë aron. E thëtë të Ameri sallallahu alaihi wasallam, fa wallah la khulfatu fahmi saimi atyabu inda Allah min ar-rih al-misk. Po betot të Ameri sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahum, era agjërusit është parfimi më i mirë se sa në dhanë misku. Era agjërusit është parfimi më i mirë, më i dashur tek Allah se sa parfimi në dhanë sa misku. A i ki bo njëtë në thonë, o Zot, ma se ti e dojshë këtë agjerim dhe këtë erë, unë du më kam këtë. Para në ndaje kur danë Zoti, a thonë konë, erën agjerusit, erën e gosë agjerusit, para në ndaje Allahu e danë, erë më të mirë, se, ka thonë Ibn Qayyimi, në ditën e gjykimit, do t'ju njët agjeruse era me mila largë, era gjeruze, era e mirë që kam javë, shkoki këti hadithi. Bëjë një jetë që me qenë për tëre që ki agjerim po me qenë për tëre që ki arum të cilën këtë arum e danë vetëm Allahu Azza wa Jall. Hal nawajte an takuna min alladhina
se yashfa'una lek, a ki bo një jetë që me qenë prej atyre të cilët do të bojnë ndërmjetësim për ty, prej tani filla, o Zot, po janë Ramazani, një jetë jam, mase i prag mosafirit jemi, një jetë jam është që më mbu mu shefat ndërmjetësim ditën e gjykimit. Kush ka më bërë ndërmjetësim? Agjerimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, e thot agjerus, thot domethën agjerimin, fashaffi'ni fihi. Subhanallah. Domethën po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi dhe Kur'ani kanë më ndëmërcu, kanë me bu shefat por robin ditën e kiametit, e pastaj del agjerimi, thot ja Rob, por ty thot e kalon hajën dhe pijen, por ty u lo gjatë ditës, edhe kërkan nga ana Allah të leje me bun ndëmërcim për ty. Kini jetë këta që tani, thuj unë du me qenë që agjerimi për mu me bo shefat. Tanwi annaka ta'mal 'amal la mithla lah. Subhanallah. Po thena titullit në prag të Ramazanit. Mosafirin për para derës, prag të Ramazanit. Po na vi në hoq, po na vi diçka të lehtë. Po na vi që shtat gradë, jo që çuan, jo diçka, është pak që të një vizë, mirë, hajde mosafir. E që kja, a e ki bu një jetë që te me bu një vepër, edhe mos më krahasu as ti vepër tjetër, më të mirë se sa që të vepër te që te e bo. Bëj këtë një jetë, thuj s'po du ma shumë, njo du me bo, ama këtë vepra tjera mi mujtë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alayka bis-sawmi fa innahu la 'idla lah. Thot ju porosës të agjerani muajin e Ramazanit, se nuk ka vepër që krahasot me ndaj vepër tjetër. Subhanallah. Agjerim. Krahasot agjerimi me vepra tjera. Bëjnë një këta. Tanwi an tatatahhara min adh-dhunub wal ma'asi. Bën jetë prej tani që ti mu pasu prej mëkateve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron muajin e Ramazanit me iman, kush agjeron muajin e Ramazanit me iman, duke llogarit shpërblimin tek Allahu azza xal, atij ju falen mëkatet e kalimeve. Subhanallah. Kini jetu, këtë hadith ka me marrën, ka me vepruzi këtë hadith, ka me agjuru Ramazanin, me iman si ka me agjuru. A rishon dhe me iman? A erë Ramazania, që është nësën hasën baj, këtë janë alhamdulillah, zët, se kemi detin ahoje spijës na, ati po sot musliman pa ke shkotime, po vjenë Ramazani, molin e ishu shpijen, mirë, nuk ka për gjëtë keqe, parton e kam pasru shpijen e kam bu, nuk ka gjëtë keqe. Amo para qytyve sende, edhe para se me bli hargjën hajde se Ramazan, më përgadit për Ramazan, zemë, me përgadit për Ramazan. E njëna veç njëjme të gjithë, një jetë që, një jetë, përgadit. Veç një vetë, një jetë. E kështu që, ndëgjaj këtë hadith të thënë me e thanë, me pritën muajin e Ramazanit, me agjeru muajin e Ramazanit, a me qka? Me iman. Mundet njeriu me prit muajin e Ramazanit, apo mundet me patë iman. O ihtisaben se ka, se llogaritat, se di muama më pranon Allah e jo. Çto zvan me thonë, që do të thonë mu inshallah, i thamë këtë shprehje, ka me pranu Allah dhe, o ihtisaben, dhe më thonë çka? Me shpresu, se po me pranon Allah e, na imi datë. Na imi kresa datë, Allah e pranon për ne, është i mshirshëm Allah. Luta, Allah pranon për neve. E ki imanin, e ki qëtë fjallë, me katët të fshijën, me katët e kalume. Pastrohet nga me katët. Tanwi an taf'ala 'amalan ajruhu bila hisab. Subhanallah. Me bu një që tani, me bu një vepër, që qaja vepër, nësme, da më thonë, me patë shpërblim pa masë. Subhanallah. Te ban një jetin qëtash, por qatë vepër, të unë du me bu një vepër, amo qaja vepër, me pa shpërblimin pa hisab, pa llogari.
sikur shiu çka të shpërbjen. A ka mundësi na me llogarit shiu 1 2 3 4 5? S'ka mundësi që shtot me pas niyete. Atëre ku kemi argument? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot Allahu azza jall kullu amalin ibni adama lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot Allahu azza jall çdo vepër e birit të Ademit është për ta. Namazi është për ty, zakati është për ty, haxhi është për ty, çfarë është të ngajtish për ty. Çdo ibadet tjetër është për ty. Domethënë namazi ka shpërblimin e caktuar. Haxhi ka shpërblimin e caktuar. Zakati ka shpërblimin e caktuar. Ama ku ka këtu në shprehje inna siyam përveç agjërimit. Agjërimi ku shpërblen Zoti pa mos. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Agjërimi është i jami, po thot. Unë e shpërbej ato pa mos, sot duone. Ku kusë më thotë e nale kaç tek Allah ai shpërblen pa mos. Nuk e ka cek këto shkatojnë ulemat. Nuk e ka cek Allah dhe gjash shpërbimin. Domethënë këtu ka mundësi me shpërbyt Zoti që s'ta merr mendja. Subhanallah. Pastaj ju lëzër an takuna min al-faizin bi laylatil qadr. Me qenë pria, ban një për qëtashit. Kini jetë për qëtashit. Me qenë pria tëre që me fitu natën e kadrit. Me fitu natën e kadrit. Mund të thonë hoqë, po qysh me mund me fitu natën e kadrit. Ruji ditët e dheqit fundit, kime nëzon natën e kadrit. Qysh ka thonë Ibn Rejepi. Kush da me nëzon dhejt natën e kadrit, ka thonë ruji ditë mirë. Se qysh je ditën kime kone edhe natën. Ditën e ru mirë, adhuran që shdot, natën Allah ka ta mundësu e mira. E për këta, bani jetë me qenë fitus për me arrit natën e kadrit, e thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, men hurime khajraha, fekadu hurime, kush e ndalon vetën, kush e ndalon vetën e ti, nga e mira e natës kadrit, ati ju ka ndalu të gjithat mirat në këtë natë. Të s'po da me prit natën, Allah t'i ndalan këtë mira. Haram të ma, hurime, haram të atë kohë, s'ka kur gjo për të. Subhanallah. Prit që ta është bani jetu, Zot, po ndu me prit natën e kadrit. Me qenë fitus në natën e kadrit. Tenvi në të sallije 5 salawat, vët të ravih. Prit që ta është, ki një jetë, mi falë 5 kot namazit dhe të ravih. Pse? Se ka thonë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, men qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush ngritet Ramazan më fal. Çto është një mesele, men qama Ramadan. Kush ngritet më fal, mirë. Që tash ja kanë filluar taravih. Edhe 5 ditë jam kon taravihone, po 2-3 ditë ku mungu. A e ku marrit shpërblimin që Zoti më fal mëkatet? Jo, ka thonë ulema. Se kjo shok, kusht, men qama Ramadan, 30 lejla, au 29. Men qama, më fal këtë taravih. As një mesmilan. E as 5 kohë namaz mesmilan. Atëre që arrite shpërblimin që më të fal mëkatet e kaluara. Kështu që prej tani, fillo kini jetë. Pes ku namaz kam i falë taravih, e inshallah jemi prej atyre që thotë Allahu azza jall na fal mëkatet e kaluara. Kjo është ju lëzër tema të cilën në sante kemi përgatit në prakt të Ramazanit. Nuk kemi marrë që shta shumë, e kemi mosafin në prakt derës. Ka nevoj me thonë, kata ato, drejta ato, be ato, ujti, dhe një ato i manë shtash. Po kryma, qysh je, qysh po kryma. Da me thonë, për na do të diçka shumë tjesh, vesh për njeti kemi folë. Kimi jetë, këtë qëta veka me një jetë. Për e të Ramazani qëta një jetë. Allah zë gjena bëpi atërë, ja rëbërëmi, që me këta një jetë e fitojme mshirën Allah, falën dhe gjennetin e Zotit, ja rëbërëmi. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.